vlerësime të mira do të flasim tani. Unë kam kënaqësinë që të kem Hygerta Sakon, gazetare dhe moderatore në studio, për të folur për një çmim prestigjioz me të cilin ajo është vlerësuar, por fillimisht do të ndjekim insertin, i cili do të na njohë më tej se çfarë ka ndodhur në kryeqytetin e Italisë në Rom, dhe më pas do të kthehemi në studio për të marrë dhe për të vjedhur të gjitha ato emocionet dhe gjërat e bukura që kanë ndodhur atje. Në datë 7 maj në kryeqytetin italian në Rom, u organizua ceremonia e ndarjes së çmimeve Euro Mesdhetare të Gazetarisë 2025, një event në kujdesin e organizatës së gazetarëve Euro Mesdhetar në bashkëpunim me Unionin Italian të Shtypit Sportiv dhe APES Europe. Një event i nivelit të lartë kulturor dhe institucional, ceremonia e ndarjes së çmimeve mblodhi së bashku eksponentë të botës së informacionit, shtypit sportiv, autoriteteve diplomatike dhe politike, akademike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Të shumtë ishin dhe të ftuarit që sollën në vetë parë dëshmi profesionalizmi dhe vlerash, duke përfaqësuar eksperienca, këndvështrime të ndryshme dhe pasioni për gazetarinë. Ndër të vlerësuarit me çmim ishte dhe moderatorja dhe gazetarja e RTS Sport Hygerta Sako, me motivacionin si një figurë e njohur e gazetarisë sportive në Shqipëri, me një zë autoritar dhe të drejtë për drejtë që ka dalë të dëgjohet në një botë të dominuar nga meshkujt. Në fjalën e saj, Sako nënvizoi pasionin e saj për gazetarinë dhe fuqinë e sportit për të amplifikuar mesazhet dhe për të bashkuar kultura të ndryshme. Në fund, nuk harroi t'ia dedikonte këtë çmim kolegëve të saj. Këtë çmim ua dedikoj kolegëve të mi të RTS Sport sepse unë jam e bindur që suksesi është frut i një pune të përbashkët. Ndër emrat e tjerë të njohur që morën çmim në këtë ceremoni ishte edhe drejtori i Corriere della Sport, gazetar të Rai Uno, gazetar të Mediaset e shumë gazetarë të tjerë nga media prestigjioze. Këto ishin ndarja e çmimeve Euro Mesdhetare të Gazetarisë 2025 dhe është vlerësuar Hygerta Sako dhe më vjen mirë që një kolege, një mikesh e imja, nuk është çmimi i parë, ke pasur gjithashtu edhe çmime të tjera, dhe mua më por vjen shumë mirë, më fal që të ndërpresive. Para njërë këtu ndihem si në shtëpi, sa herë jeni ju. Shtëpi brenda shtëpisë së madhe të RTS-s, edhe për më tepër që gjithmonë kur marr vlerësime jeni të parët që donit mi jepni hapësirën edhe të dëgjoni edhe këtë e vlerësoj shumë. E meriton edhe më vjen shumë mirë që i e vlerësuar me këtë çmim sepse ke bërë vërtet një punë shumë të madhe ndër vite, e ceku pak edhe Similiana gjatë insertit. Nuk është e thjeshtë të dominosh as në botën e televizionit, as në botën e gazetarisë, edhe aq më tepër në këtë botën e egër deri diku mashkullore që deri më dje njihej komuniteti sportiv. Dëgjoj, do ta lidh pak me Beatriçën dhe me Kolën, me që ishim në atë atmosferë dhe kur gjërat bëhen me pasion, kur gjërat janë të pastra, janë genuine, pra janë të vërteta, ashtu për shembull si Kola me Beatriçën, që unë kam përshtypjen ky është sekreti i tyre, sepse kemi parë ndoshta shumë zhurmë edhe nga emra shumë të mëdhenj, por që nuk kanë arritur këtë sukses, të impakt tek publiku, dhe jam me artin e vërtet se si arrin ti të futesh tek publiku. Kështu që i uroj shumë suksese me që mu dha rasti. Kështu kam bërë dhe unë paka shumë. Do të kthehemi ke çmimi, plotësisht i merituar do gjykoja unë, si kolege, si teleshikuese, por gjithashtu edhe si mikesh, po si u ndjeve, sa profesionalisht u ndjeve vlerësuar. Sepse në krahasim me çmimin që mora vitin e kaluar në Turqi, ky ishte shumë më lartë. Shumë më lartë sepse e para është një çmim që organizohet çdo vit nga 3 organizata vërtet shumë të rëndësishme, siç është Unioni i Gazetarëve të Mesdheut, është nga Unioni i Gazetarëve Italian të Shtypit Sportiv, por gjithashtu edhe nga një tjetër union i gazetarëve me qendër në Maltë, AISP. Janë këto 3 organizata që organizojnë çdo vit këtë event dhe gjithmonë aty janë vlerësuar emra vërtet shumë të rëndësishëm të gazetarisë, por jo vetëm. Mjafton të përmend Maria Grazia Kuçinotën, mjafton të përmend Çahanoglu apo Giancarlo Zolën, etj. Flasim për, domethënë tregojmë se çfarë niveli ishte. Edhe këtë radhë
kishte emra vërtet shumë të njohur, si që ishte drejtori i Corriere dello Sport, gazetës prestigjioze italiane Zazzaroni, apo si që ishte drejtori, zëvëndës drejtori i Rai Sport Lolo Brigida, kishte gazetar nga Rai, nga Mediaset, nga ANSA, pra nga, po themi, nivellet tepër të larta. Dhe fakti ishte edhe drejtori i televizionit turk A Haber, që është një televizion shumë i rëndësishëm informativ në Turqi, kishte gazetar nga Libia, të qenit në mes të këtyre personazheve dhe këtyre personaliteteve, për mua ishte privilegj, hiqe fare çmimin se nuk e llogaris, thjesht të isha aty në atë ambient, për mua ishte privilegj. Pastaj fakti që edhe mora njësoj çmim me ata, pastaj është një vlerësim, është një mirënjohje. Dhe me thënë të drejtën edhe unë vetë, më kam pyetur shpesh për motivacionin dhe unë vetë e para pyeta për motivacionin. Dhe përgjigja që mora ishte pikërisht kjo studimi që ato kishin bërë të gjithë, sidomos të Ballkanit, dhe fakti i zërit. Pra zërit që më është dëgjuar. Doja të pyesja lidhur me këtë, a ishin në dieni çfarë vlerësimi kishit, sepse ju sigurisht që edhe keni qëndruar mbas edhe për të krijuar ato tavolinat tuaja, për të shkëmbyer disa biseda. Cili ishte vlerësimi për gazetarinë sportive në Shqipëri, për moderimin, në tërësi edhe për çmimin që e vlerësuar? Kishte shumë informacion, takova edhe personazhe që vinë shpesh, për shembull një gazetare ishte shumë e lumtur që më takoi, fakti që isha shqiptare që vinte shpesh në Tiranë, kishte shumë shef Olen Cezarin, gjithmonë e ndiqte nëpër koncertet e tij. Dhe kishin goxha informacion, edhe ndoshta edhe kjo më bënte që të ndjesha akoma më mirë, sepse fakti që arritën që të vlerësojnë, sidomos një femër në fushën e gazetarisë, dhe jo vetëm të gazetarisë, por gazetarisë sportive, që sidomos në Shqipëri ka qenë për vite të tëra me radhë dominuar nga meshkujt, me të drejtë, absolutisht janë shumë të mirë, janë gazetarë vërtet cilësor, por më në fund tashmë po futen edhe femrat, dhe edhe femrat, edhe pse të paragjykuara në thonjza, kanë kapacitetin, potencialin për të qenë gazetare vërtet shumë të mira. Dhe më erdhi mirë që të radhë nuk e mora si moderatore, po e mora si gazetare, dhe kjo ishte thjesht një esencë e motivacionit, sepse motivacioni ishte vërtet i gjatë, por fakti që kishin përmendur ja ka dalë të dëgjohet në një botë të dominuar nga meshkuj me 20 vendosur dhe autoritar, për mua kjo ishte vlerësimi më i madh që mund të merja. Emocione kishte shumë, sidomos kur shija edhe kisha marrë edhe vajzën me vete dhe kisha përballë edhe ndoshta emocionet në sytë e saj. Po s'qajmë të dy ata? Jo, nuk qajmë, se ti ke vajzën. Më kupton shumë mirë. Por që realisht ishte një moment vërtet shumë i bukur edhe që do ta mbaj mend gjatë. Gerta, ajo që më bëri përshtypje edhe në insertu dha, në fund ja dedikove apo këtë çmim e njësove edhe si një çmim apo si edhe vlerësim edhe për kolegët e tu. Ke qenë gjithmonë partizane e mbështetjes të rinjve, e mbështetjes vajzave të reja që vinë dhe kanë aspirata për të qenë gazetare sportive, duke dhënë dorën shumë prej tyre. Edhe pse kjo ndarje në këtë moment, ky çmim që erdhi për Hygerta Sakon, vendosi që në një farë mënyrë t'u dorëzosh edhe atyre? Patjetër që Hygerta nuk punon vetëm. Nëse puna ime bie në sy, si moderatore, si gazetare, është, po themi, frut i një pune që bën një staf i tërë. Edhe tek rubrika sportive apo emisionet të tjera që kemi bërë, që kemi qenë një staf shumë i madh me shumë pasion, edhe tashmë në Super Golin që kemi realizuar, është nuk e bëj dot vetëm, nuk e bëj dot pa krahun tim të djathtë, për shembull Edi Ajdini, nuk e bëj dot pa kolegët e mi që komentojnë, që dalin në lidhje direkte, që japin informacionet më të fundit, pa specialistët që kemi në studio, pa të gjithë stafin tjetër të realizimit të emisionit. Kështu që nëse unë rash në sy për këtë punë që jam duke bërë, patjetër që është frut i të gjithëve dhe jo vetëm e imja. Kështu që unë me gjithë shpirt ja kam dedikuar kolegëve të mi. Ka qenë një sezon i gjatë, sezon i vështirë, sezon me të papritura, si ka qenë përmbyllja e këtij sezoni? Ka qenë një sezon vërtet shumë i bukur që unë e kam shijuar shumë, edhe pse ndoshta pak i lodhshëm, sepse shumë orë transmetimi, shumë ndeshje për të transmetuar, shumë informacion, protagonistët e gjitha me radhë,
por që si që thash edhe pak më parë, duke punuar me pasion, një grup vërtet që jemi një familje e vogël, por që e bëjmë me shumë dëshirë atë emision, ka qenë një vit vërtet shumë i suksesshëm. RTS-ja doli që të transmetoj në 100% që e saj të gjitha ndeshjet dhe e kemi mbyllur edhe me emisionet në stadium, në këtë fazën e Final Four dhe finalin e Kupës së Republikës, kështu që ka qenë vit shumë i bukur që do t'jetë akoma më i bukur sezonin e ardhshëm. Edhe kishim edhe Giro d'Italia në fund fare, që ishte gjithashtu një ekskluzivitet i Radio Televizionit Shqiptar dhe RTS Sport, ndaj unë të falenderoj shumë edhe shpresojmë shumë që të kemi gjithmonë gjëra të bukura dhe vlerësime për kolegët që din ta bëjnë punën kaq mirë. Shumë faleminderit.